Me qytetarët në Vlorë, ndjekim fjalimin e kryetarit të saj Agron Sheaj. 5 vitet e para, tha, pyesja veten, do ta lë sot, do ta lë nesër. 5 vitet e para, me vështirësi, me probleme, duke patur shtetin mbi kurizin, por pastaj me punë të ndeshme ka ndalë. Sot ka një biznes me mbi 50 punësuar në Tiranë, një kapanon gjigant, do të hapi dhe një tjetër. Po unë kur vete flas me këta sipërmarrës, nuk flas vetëm për ata janë vetëm një pjesë. Sepse unë flas me ata, flas me drejtorat, flas me nënpunësit, flas nga më i madhi te më i vogli. Sepse ai sipërmarrësi nuk e ka dalë vetë, nuk ka arritur t'japi familjes së vet një jetë më të mirë, po ka krijuar vende pune, ka zhvilluar ekonominë. Dhe ky është dështimi më i madh në Shqipëri, që ekonomia shqiptare nuk është rritur mjaftueshëm për ta kaluar Shqipërinë nga një nga vendet më të varfra në Europë në një vend mesatarisht të pasur, nuk po them më i pasuri, por mesatarisht të pasur. Dhe këtë synojmë, këtë duam. Dhe prandaj kemi krijuar Partinë Mundësia. Nuk premtojmë Qishtranell, më keni dëgjuar besoj. Premtojmë thjesht një shtet që nuk është në kuriz të qytetarëve, që nuk pengojnë qytetarët. Të gjithë sipërmarrësit takoj unë, të gjithë qytetarët shqiptar që takoj unë, më thonë, Agron, unë jam dakord me çfarë thua ti, sepse ti je i vetmi që thua që duhet të lëm biznesin t'ja dali, duhet të lëm biznesin që të rritet, duhet që mos të pengojmë biznesin që të rritet. Këtë duan shqiptarët. Është shumë e thjeshtë. Këtë duan. Dhe ky është projekti ynë, dhe kjo na dallon nga të gjithë të tjerët. Kuptohet, pastaj ka dhe gjëra tjera që na dallojnë. Sidomos sepse në filozofinë tonë ne kemi zgjedhur t'ja dalim me punë të ndeshme. Ne kemi refuzuar aferat, mashtrimet, lidhjet politike, korrupsionin, dhe kjo po ashtu na dallon nga të gjithë tjerët. Na akuzojnë, imagjinoni akuza më e rëndë që më bëjnë mua dhe i bëjnë Partisë Mundësia është pse ti e financon partinë me parat e tua? Ne e dim që janë parat pastra, po ti pse e financon me parat e tua? Po çfarë duhet të bëju? Pa më thoni pak. Çfarë doni? Çfarë do Shqipëria? Do parti politike të financuara fshehurazi, me parat të pista, me parat të korrupsionit? Çfarë duhet? Unë mendoj se kjo duhet. Dhe ne për këtë jemi krenar. Jo vetëm nuk kemi problem, po ne jemi krenar. Dhe kjo na dallon nga të tjerët. Tani, unë dua që t'jemi qartë me ju edhe për diçka tjetër. Kur unë fillova biznesi, në fakt, e mendoj shpesh të gjë, të gjithë më thonin, Agron, je shumë ambicioz. Se kuptohet, dëshira ishte e madhe, ambicia ishte e madhe, synimi ishte i madh. Dhe ma solli në mendje ky djali që takova sot, që filloi biznesin 22 vjeç. Dhe të gjithë më thonin, është shumë e madhe ambicia. Po tani që unë mendoj momentet e fillimit, e vërteta është që jo vetëm ambicia nuk ishte e madhe, por unë mund të isha më ambicioz, do të isha shumë ambicioz se ç'kam qenë. Dhe këtë gjë po bëjmë edhe në politik. Tani na thonë, ju keni një ambicie shumë të madhe, ju doni të hyni në parlament me një grup parlamentar, pa ndihmën as të PS-s dhe as të PD-s. Ju jeni shumë ambicioz. Ne që jemi ambicioz, ju duket ambicioze kjo që po themi, po unë po them vetëm atë që unë po them pjesën më të vogël të asaj që duam të bëjmë ne. Po kur t'ju them që ne do japim Shqipërisë një qeveri të pakorruptuar, dhe këtë do ta bëjmë vetëm, çfarë do thoni? Çmendur. Janë çmendur, se ky është qëllimi ynë. Ky është vetëm fillimi. Dhe vend më të mirë se për të folur dhe më të përshtatshëm për të folur për fillimin nuk mund të ishte përveç se Vlora. Pse e them këtë? Edhe ju do ta shikoni. Pse e them? Tani besoj se dhe ju e keni dalluar që kur flitet për ajo pjesë e shoqërisë që e ka ndarë mendjen, që e ka marrë kthesën dhe shikon nga e ardhmja. Kur flitet për partitë e reja, flitet për Partinë Mundësia, flitet për kandidatët tanë, flitet për ne. Besoj se dhe ju e keni parë, keni dalluar kur flisnin tavolinat me shokët tuaj, me miqtë tuaj. Kështu që harojini këto broçkullat në 3 ditë
nxorën disa sondazhe o burra që janë jashtë do realiteti për të thënë dy gjëra kishin përbashkëta këto sondazhe që nxorën. Se ne dim ku jetojmë në Shqipëri, asgjë nuk është rastësi. E para është që Partia Socialiste ka shumicën e votave, ose ka rreth 50% votave, dhe e dyta është që Partia Mundësia, sipas tyre, nuk është parti që do zgjedhë deputet në parlamentin e ardhshëm. Ju e kuptoni vetë që kjo nuk ka lidhje fare me realitetin, zero lidhje me realitetin. Ky është fakt. Dhe jo se themi ne se e kemi nëpërmjet studimeve tona, monitorimeve tona, se ne nuk vim nga hiçi. Në ato 20 vjet eksperiencë që unë kam biznes edhe kanë edhe mbështetësit tanë, kemi kuptuar që nëse do të bëshim punë të mirë, duhet ta masësh vazhdimisht. Dhe jo të presësh momentin e fundit dhe habitesh nga rezultati. Dhe ne jemi mësuar të punojmë me metodë, të jemi me këmbë në tokë edhe të masim rezultatet e punës që bëjmë. Dhe masim sistematikisht çdo javë. Kështu që por atë që ne dim, atë që ju dini, të gjithë do ta marrin vesh në datën 11 maj. Është çështje kohe. Por mos u gënjeni nga propaganda. Mos u gënjeni. Po thosha, ndryshimi do vi nga Vlora, do jetë ndryshim i madh. Sepse më besoni, dhe kjo varet nga ne në fakt, nga puna që do bëjmë ne. Ne mund të bëjmë historinë e Shqipërisë pikërisht duke filluar nga Vlora. Sepse në Vlorë ne kemi të gjitha mundësitë për të qenë forca e dytë në zgjedhjet e ardhshme. Ju do ta shikoni. Ju po i shikoni në fakt. Dhe që kjo mos të ndodh, që kjo mos të ndodh dhe mos të bëhet realitet, jam vërsulur, siç thash. Jam vërsulur duke nxjerr sondazhe totalisht që nuk kanë lidhje me mbështetjen që ne kemi.